أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Unë që është këna fillu dy derset e kalume, këna fillu me spjegu akida l-Wasitija, l-akida l-Wasitija, Sheikhul Islamit Ibn Taymija, dhe këna fillu me një parathanja kësaj librit, edhe sot inshallah në është në libër së hymë veç e afrohemi hyrjes libër. E po është me rëndësi me ditë pse do thot djetartë dhe gjallartë që janë për ahli sunetit i kushtojnë ka shumë rëndësi mësimit të akidës selefie, të akidës të ahli sunetit. Pse do të i kushtu ka shumë rëndësi? Pse do të vazhdimisht me punu edhe me thirr njerëz në akide selefie, derisa njerëz të kthehen këtë akide në gjithë bashkë. Tonë rëndësia kësaj kuptohet për vetë rëndësisë të akidës të ahli sunetit, që akidës selefie. E kjo është për shumë çështje. Prej tyne është që në këtë akide bashkohen gjithë safat e muslimanëve. Në kjo përçarje e madhe që ka ndodhur në umetin islam, nuk ka mundësi mu bashku ndryshe veç se nëse gjithë ata kthehen edhe e marrin për fe tyne akiden e ahli sunetit, akiden e selefit, parëve tanë të mirë. Në këtë mënyrë mundën në bashkuar gjithë thirrsat që thirrën islam. Në shohim që ata që thirrën islam janë shumë të përçarë, se cili pretendon që është në hak. E që është mu bashku këta, bashkuar nëse kthehen kam për bazë tyne akiden selefie. Gjithashtu fjala e muslimanëve bëhet një, unifikohet. Në gjithë umetin islam, nëse dënë u bashku edhe mu unifiku, duhet që mu kthy kësaj akides të ahli sunetit. Për arsye se kjo është akidja e Kur'anit, është akidja e sunetit pejgamberit. Është akidja e librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit. Gjithashtu është akidja e selefit, e gjeneratës së parë, shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çdo bashkim që bën tjetër çka, përveç se në akide të ahli sunetit, në akide selefie, fundi i atij bashkimi ka më qenë përçarje, kontradiktë dhe kundërthanie në stil. Domthonë nuk ka bashkim tjetër muslimanëve veç se bashkim rreth akidës selefit, akidës të ahli sunetit. E dyta është se akida selefie muslimanin e bën që mi madhëru tekstet, ajetet e Kur'anit edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo edhe e ruan do të muslimanin që mi refuzu ato, alayhi salam. Apo e ruan muslimanin që mi komentu ato në mënyrë shtremt. Apo me lujt gjatë komendet tyne me lujt ashtu qysh e don e pshitina, apo qysh e don e gojetina. Tonë kjo akide e ruan muslimanin për gjithë këtyre gjënave që do thonë nëse bëhen me itikad, unë me nxjerr njërin për dinit Allah subhanahu. E treta është se akidja selefia e ahli sunetit e lidh muslimanin me gjeneratën e parë. E lidh muslimanin me mendimet që i kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe atyre që i kanë pasu, do më të bjenve. Në këtë mënyrë muslimani e shton edhe ma shumë krenarin e tina. E shton ma shumë imanin e tina edhe shumë thjesht mund shton e shton edhe ma shumë burrin e tina me këtë akide. Të nëse ki këtë akide, do të me qenë krenar, do të më mburr pse i takon kësaj akide. Për arsye se kjo të lidh me selefin, të lidh me gjeneratën e parë muslimanëve, ata janë shok e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë qenë të parë të evlijave. Nëse dikush meriton me thonë evlija, kanë qenë shokët e pejgamberit. E kanë qenë imamat e atyre që janë devotshëm. Çush ka thonë Ibn Mesudi radiallahu anhu, ka thonë inna Allaha nadhara fi qulubil ibad. Ka më të vërtetë Allah ka shikuar zemrat e gjithë robëve të tina, gjithë njerëzve, para se ka qenë musliman apo ka qenë kafir. Fa wajada qalba Muhammedin khayra qulubil ibad sallallahu alaihi wasallam. Këtë dhe ka gjetë zemrën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë zemra më e mirë e gjithë njerëzve. Fastafahu li nafsihi,
Prandaj thotë ka zgjedh Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për veten e tina, si të dërguar tina të fundit, alayhis salam. Wa bta'athahu bi risalatihi. Edhe ka dërguar thot me shpalljen e tina, me mesazhin e tina drejtuar njerëzve. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad bada qalbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot ka shikuar prap zemrat e njerëzve. Mos siç ka shikuar zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka gjetë që është zemra më e mirë. Fa wajada qulub ashabihi khayra qulubi al-ibad. Edhe ka gjetë thot që zemrat e shokëve tina kanë qenë zemrat e njerëzve më të mirë që kanë ekzistuar në atë kohë, në atë botë. Takhtarahum li suhbatihi wa yuqatiluna ala dinihi. Sa prandaj Allah i ka zgjedhur këta shokë tina që me kanë shoqëri e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët thot e kanë luftuar për fen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për fen e Allahut subhanahu wa taala. Fama ra'a al-muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allahi hasan. Prandaj atë që e kanë po shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është e mirë prej fesë Allahut, ajo është te Allahu e mirë, nuk ka mundësi me kon tjetër çka. Wa ma ra'awhu sayyi'an fa huwa 'inda Allahi sayyi'. Nëse ata shohin diçka që është e keqe, që është bidat, që është përgjithësive të fesë, ata e thotë te Allahu është bidat. Po këtë fen ton na do të me bazu në atë mënyrë që kanë kuptuar gjeneratët e para. Selefi, domthonë gjeneratët e para të këtij ummeti. Gjithashtu ka thënë Ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Men kana mustannan falyastanna biman qad mat." Kush dëshiron thot, nëse dëshiron dikush për juve me pasu dikon, me marrë dikon si shembull, me marrë dikon si sunet, ata thotë dhe të pason sunetin e atyre që kanë vdek. Fa inna al-hayya la yu'manu alayhi al-fitna. Por ashtu sot ai që është i gjallë nuk është i sigurt për fitnës, për sovës. Sot mundesh me po që është në rrugë drejt, nesër mundesh me po që ka deviju. Po nëse don dikon ti me pasu edhe rrugën tone, me bazun diçka që është e sigurt për devijimit, ata thotë bazohet te ata që kanë vdek. E kush janë ata? Fatulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ata janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanu khayra hadhihi al-umma. Do të kanë qenë më të mirë të këtij ummetit. Wa barraha quluban. Kanë qenë njerëz që zemrat e tyre kanë qenë më të devotshme, për këtë krijesave, për këtë njerëzve. Wa a'maqaha ilman. Kanë qenë njerëz që kanë pas dijen më të thellë. Wa qallaha takallufan. Kanë qenë njerëz që nuk e kanë tepruar fenë e tyre. Don kanë qenë mesatar. Qawmun ikhtarahum Allahu li suhbati nabiyhi wa naqli dinihi. Fat janë njerëz cilët Allah i ka zgjedhur me qenë shok pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me qenë shoqënia e tina, edhe me transmetu fen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Alayhi salam. Edhe e katërta, pse akida selefie do është kaq e rëndësishme me mësu akida e sunetit, për arsye se është akida shumë e qartë, është besim shumë i qartë. Edhe kuptohet shumë me lehtësi. Domun nuk ka nevojë me filozofu shumë për me kuptu akiden e sunetit. Pse kështu? Pse akida e sunetit do thotë e ka bazë edhe piknisje Kur'anin dhe Sunetin. Në pasurimin e çështjeve edhe në kuptimin e tyre. Qysh do të më pasuru, më kuptu një çështje, një mesele, ashtu që shohëm Kur'an edhe Sunet. Domthonë Kur'ani dhe Suneti janë shumë lehtë më kuptu. Nuk ka nevojë shumë me vështirësu apo me filozofu shumë për kuptimin e tyre. Akida e sunetit do të është larg çdo mohimi të cilësive të Allahut. Larg çdo shpjegimi apo komentimi shtrëm tyre. Edhe larg çdo përngjasimi. Nuk e përngjason Allahun me asnjë krijesë. Po lartëson atë edhe do thotë e zhvesh për gjitha mangësive. Edhe ai i cili kopet për këtë akide, ai muslimani i cili kopet për akiden e selefit, për akiden e sunetit, ka më shpëtu për asoj çështje që është shkatruese. Ajo është me fol për çënien e Allahut subhanahu wa taala. Që kanë vepruar shumë për bidatëve, për atyre që kanë shtirë sin fen.
ka fillu mi muhu cilësitë e Allahut vetëm se mendja tyre ja ka marrë kështu. Apo mi pohu ato vetëm se mendja tyre ka mendu kështu. Gjithashtu e shpëton muslimanin që mos mi refuzu tekstet e Kuranit apo sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai që kopet për këtë akide e arrin edhe fiton kënaqësinë dhe rahatin shpirtin e tij. Kur është puna te kaderi Allah subhanahu wa taala. Nëse ti kovesh për akiden e sunetit, çdo sprov që ndodh në jetën tonë, shpirti është i qetë edhe i kënaqur me saktimin e Allah subhanahu wa taala. Edhe në të njëjtën kohë, ai që kohet për këtë akide, e madhron Allahun ashtu siç i takon Allah subhanahu wa taala mu madhro. Edhe që sa më parë, ai që kohet për këtë akide, ose akide selefie, nuk ka nevojë që mendjen tonë ose mendimin tonë me vështirësu shumë apo me filozofu shumë rreth kuptimit të saj. Domthonë është akide e lehtë për më kuptu. Edhe larg çdo vështirësie, edhe larg çdo që shëqojnë domthonë dietar, larg çdo lidhje të njëve. Domthonë akide të tjera aq shumë e lidhen mendimin e tyre rreth akides, besimin në Allah, aq shumë e lidhen njëja sa që ti nuk mundësi me zgjidhat një kur. Kurse akida e sunetit është shumë e lehtë për të kuptuar. Pastaj, për këtë akideve të sunetit që kanë shkruar domosdoshmë këtë librave, ne kemi zgjedhur akiden wasitije Sheikhul Islamit Ibn Taymiyah. Pse kemi zgjedhur? Alayhi salam. Për arsye se kjo është për akideve më e lehta për më kuptu. Është për librave që i ka do të shprehet më të qarta. Është për librave që argumentimin e ka më të saktën. Është për librave që është shumë shprehet i ka shumë shkurta, fjalët i ka shumë shkurta. Domthonë është shumë libër përmbledh, që i ka përmbledh për afërsisht gjitha pikat e akides, edhe në njëjtën kohë është shumë libër i shkurtë. Çështja tjetër pse kemi zgjedhur këtë libër të Ibn Taymiyes për më shpjegu, ose ky libër Allah subhanahu wa taala ka dashur dhe ka vënë caktim që me pas pranim tokë. Domethënë prej kohës kur e ka shkruar Sheikhul Islam këtë libër, e shohim që vazhdimisht dietarët e nxënësit e dijes e kanë mësuar këtë libër. E kanë mësuar të dietarët, e kanë mësuar ndërmje vete, edhe pastaj ja kanë transmetuar mësimin e tyre e kësaj akide ose komentin e kësaj akide tjerëve, gjeneratave tjera. Edhe kështu e kanë rujt këtë akide brez pas brezi, derisa ka ardhur tek ne. Për këtë arsye kemi zgjedhur që ky libër që është për librave të akides të sunetit me shpjegu, me komentu. Edhe pse është libër i shkurtë, edhe pse është libër i qartë, prap ka nevojë që mu komentu dhe mu shpjegu. Pra me tregu kuptimin e ajeteve që i ka përmend Sheikhul Islami këtë libër, kuptimin e haditheve, mënyrën edhe qëllimin pse ka argumentuar me këto ajete. Apo me tregu, me sqaru formën ose pse Sheikhul Islami i ka lidh meselet çështjet njëra pas tjetrës. Çfarë ka lidhje meselja e parë me meselën e dytë, çështja e parë me çështjen e dytë, e kështu me radhë. Pastaj pse ka nevojë mos i rrugë prap, është me tregu ndikimin e kësaj akide edhe gjumët e saj që i lën në jetën, në zemrën e muslimanit edhe në jetën e tij, në moralin e tij. Edhe do thotë me tregu, me tërheq vërejtjen aty ku ka nevojë me sqaruar dhe me tërheq vërejtjen. Pse është thujt el akide el wasitije, do thotë lajm vetë autorin Sheikhul Islam Ibn Taymiyah me tregu e cili thot librin e tij Majmu' al-Fataha, thot qadima alayya min ardh wasit ba'du qadat nawahiha. Thot ka ardhur tek unë një prej gjykatësve të tokës Wasit, që ka pasur në Wasit. Wasit nëse përkthejmë bukfalisht i vjen mesëm, tokë mesme. Pse është thujt kështu? Se është tokë e cila është mes Kufës edhe mes Basrës, të dy qytetet të Irakut që janë jug të Irakut. Edhe këtë qytet do thotë e ka ndërtuar dhe ka filluar ndërtimin e saj Hajjaj ibn Yusuf, pra që është i njohur për gjithë ju.
Pastaj thot ka ardhur një prej gjykatësve të kadive të atij vendi tek ona Sheikhun ju kalu lehu, I cili thot ka qenë shekh, domon ka qenë dietar, edhe ju ka thonë e ka pas emrin Radhiuddin al-Wasiti. Min ashabi Shafi'i, do që ka pas mëdhëbin Shafi'i. Qadima alejna hajjan. Ai thot ka ardhur tek ne se në hax, kur kemi qenë hax. Wa kana min ahli al-khair wa din. Edhe ka qenë prej personave që ka pas khair ta, prej personave që ka pas dijen ta, apo prej personave që ka pas fe, domon ka qenë person I devotshëm. Ka qenë person takva. Wa shaka man nasu fihi bitilka albilad wa fi dawlat at-tatar min ghalabati al-jahl wa dhulm wa durus ad-din wal ilm. Tat edhe shtanku tek ne prej gjehlit, prej ignorancës edhe zullumit madh që ekziston tek njerëz e atyre vendeve. Edhe shtanku gjithashtu thot tek ne se ilmi edhe dija fetare në të vende ka fillu më fshi. Mos me kuptu njerëz se atyre vende banor të atyre vendeve çka është fe. Çka është fe që e kënaq Allah subhanahu wa taala. Mirë po kanë filluar çka? Me fut bidate dhe risi në akiden e vendosimin e Allah subhanahu wa taala. Wa sa'alani an aktuba lahu aqidatan takunu umdatan lahu wa li ahli baytihi. Sot ka kërkuar prej meje që më shkruan libër rreth akides, e cila do të jetë bazë për të, domthonë posaçërisht për të dhe për ata që e pasojnë atë kadi, atë gjykast. Fastafaitu min zalika wa qultu, ato nuk kam pas qef, jam largu dhe s'kam pas qef më shkruaj këtë libër, edhe I kam thonë, kad kataba an-nasu aqaid mutaaddidan. Thot I kam thonë që kanë shkruar shumë prej dietarëve të mëhershëm akide, shumë ta libra rreth akides shumë ta. Fa khudh baba aqaid aimet as-sunnah. Ato I kam thonë marrë një prej librave që imamat e sunetit e kanë shkruar rreth akides. Domthonë shesë se Sheikhul Islami kur ka qenë puna kaq e rëndësishme e ka kthy këtë person tek imamat e sunetit. Prandaj çdo musliman duhet që fenë e tij me bazu tek imamat e sunetit. Ata janë sahabët, shokët e pejgamberit, ata që tabiin, ata gjenerata që I kanë pasur sahabët. Falaha fi sual, mirë po thot kë nguli në këtë kërkesë. Wa qala aw më ka thonë ma uhibbu illa aqidatan taktubuha anta. Nuk po dua asnjë libër tjetër veç një libër rreth akides që kemë shkruar. S'po dua asnjë libër tjetër. Fa katabtu lahu hadhihi al-aqida. Prandaj shkruaj këtij personi këtë akide, domthonë akide wasitiyya. Wa ana qaidun ba'da al-asr. Thot duke shndru ulën pas e kindis. Pa prej kindis dhe në akşam e ka përfunduar këtë libër dhe ja ka shkruar. Domthonë çfarë dije të madhe ka pasur. Waqad intasharat biha nusahun kathira. Thot shumë kopje të këtij libra janë përhom shumë prej vendeve të Islamit, vendeve muslimane në kohë. Fi Misra wal Iraq wa ghayrihima, thot në Egjipt, në Irak, edhe në vende tjera të Islamit. Për saktimin e Allah subhanahu wa taala ka dashur dëshira Allah ka dashur ky person me qenë për wasitit. Domthonë për vendet wasit, më shujt për akide, al-aqida al-wasitiyya. Thamë që wasit do të thonë me qenë mesatar. Prandaj kjo akide është akide wasitiyya, domthonë që e ka shkruar personi për wasitit, gjithashtu është akide wasatiyya, është akide mesatare. Akide e sunetit është akide mesatare mes këtij bidateve, mes këtij akideve që janë fut si akide të reja edhe si risi në akiden tonë. Prandaj vetë Sheikhul Islami Ibn Taymija në fillim të këtij librit që kemë marrë më vonë thot belhum yani ahlu sunna wal jamaa, thot ata ahlu sunneti dhe xhamati wasatun fi firaqil umma, janë mesatar në mesin e grupacioneve të këtij ummeti. Kama an al umma hiya al wasat fi al umam. Se çish është vetë feja islame mesatare mes feve tjera. Këtë fjali do të tinë në mesharuar më shumë kur fillon me sharu librin me komentu. Dhe hum wasatun fi babi sifatillah subhanahu wa ta'ala baina ahli at-ta'til al-jahmiyya wa ahli at-tamthil al-mushabbiha. Ata janë mesatar mes jahmive, ata cilët I mohojnë cilësitë e Allahut, janë mesatar mes ata mushabbiha, ata që e përgjithsojnë Allahun me krijesa. Domthon
Ehli suneti I pohojnë cilësitë e Allahut, mirë po shkafojnë cilësitë e Allahut, nuk I përkasin ose nuk I pranojnë asnjë krijesë tjetër. Mirë po I takojnë ashtu, I takojnë madhërisë së Allahut, ashtu që është domthonë vetë madhëria e Tij. Wa hum wasatun fi af'alillah. Të gjithashtu ata janë mesatar rreth veprave të Allahut subhanahu wa taala. Bain al-jabri wal-qadariyya wa ghayrihim ila akhirih. Fat mas jabrive, cilë ka thonë që muslimani ose njeriu është I detyruar edhe imponuar me vepru çdo sen. Don çdo sen që vepron njeriu është caktim për Allah subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi nuk ka liri zgjedhje njeriu në veprat e tij. Kurse ka deri çka e kanë mohu krejt caktimin e Allah subhanahu wa taala. Ka thonë që Allah, domosdoshmë që ka qenë më ekstrem, ka thonë që Allah as nuk e din se çka kanë vepruar rrot në të ardhmen. Kurse ata që kanë qenë më pak më ulë se këta, se që e din, mirë po nuk I cakton veprat e njerëzve, veprat e robëve tina. Kurse ehli sunnet çka thonë? Thonë që njeriu ka liri zgjedhje në veprat e tina, mirë po çka çdo sen çdo vepër është e caktuar nga ana Allah subhanahu wa taala. Po kjo akide është wasatie, është wasitie që ja ka shruar ti personit. Wasitet gjithashtu është wasatie, është akide mesatare mesin e krejt grupacioneve tjera. Pastaj do të fillojmë edhe desha me fol për biografinë e Sheikhul Islamit, më shkurtimisht, jo më zgjatshëm. Për arsye se shumë na duhet edhe kur na mësuan për shkolla sana, ke mësu në biografi të personave që neve nuk na hyjnë kurrë as nuk na bojnë dobi në dunjë as në ahiret. E kundërta është që ne duhet të mësojmë biografitë e dietarëve tonë, sidomos dietarëve të ehli sunnetit. Me ditë çka ka vepruar për Islam, çfarë davete ka bë ai për dinën e Allah subhanahu wa taala, çfarë thirrje ka bë në dinën e Allah, çfarë mundi ka dhënë për dinën e Allah subhanahu wa taala. Pse kështu? Që na mi pas ata se mosër, mi pas shembull që pasohet. Në këtë mënyrë do thotë mi ngrit ambicjet tona, edhe me vepru edhe na njëjtë çish kanë vepruar për ata për Islamin. Prandaj spori fillojmë me emrin e tina dhe preorën e tina. Do të Ibn Taymija është e ka emrin Ahmed ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Abdullah ibn al-Habar ibn Muhammad ibn al-Habar, prap do thotë tjetër ballgjesh, ibn Ali ibn Abdullah ibn Taymija al-Harrani. Do të ka ik përket Harranit. Alayhi salam. Pse ka fitu lakabin Ibn Taymija? Thuhet se gjyshi I tina I peste, do të që e pata Muhammed ibn al-Habar, ka shku në haq, edhe që shkuarjes ti në haq, ka kalu një shteg, o një udh, që ka pas emrin Tejma. Edhe në atë shteg e ka po një vojz dvogël. Edhe kur u kthy prej haqit, e ka gjetë grunë vet që e ka linë krina një vojz. Ai çka I ka thonë asaj vojzës ja Tejmije, do thotë ju ka kujtuar e vojza që ka po në atë shtegun, edhe çka ja kalon emrin Tejmije. Pra që I përket këtij vendit, që shtegu Tejma. Ky vend do thotë është një vend I cili është afër te Bukut. Thot një pjesëtarëve I cili është Ibn Najari, të dhukira lana ana jaddahu Muhammeden kanat ummuhu tusamihi Taymija. Thot na kanë përmend neve dietar që kanë qenë më herët se gjyshi I tina, do thot gjyshi I Ibn Taymijas, rahimahullah, Muhamedi e ka pas një vojzë cilën nëna e tina e ka quajtur Taymija. Wa kanat wa'idha fanusiba ilayha wa urifa biha. Kurse kjo vajzë thot ka qenë prej personave që ka bo vajzë shumë. Unë ka këshillu njerëz shumë dhe e pa të rrjedhë vërejtën. I ka thirr dinën Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye thot edhe Ibn Taymija ka marrë emrin edhe ka është shujt edhe është njoft në bazë të asaj Taymijas. Është lind në ditën e hanë. Në ditën e 10, disa thonë ditën e 12 muajit Rabiul Awwal, në vitin 661 Hijri. Është lind do thotë në Harran, sipas tinave që shuhet Ibn Taymija al-Harrani, I cili është qytet apo është vend në Sham, vendet e Shamit.
edhe lakabin e tina do të e ka Sheikhul Islam Taqiyuddin, kurse kunjën e tina ka Ebul Abbas. Pse është shujt Sheikhul Islam? Do pse i thojnë Sheikhul Islam? Do të ulemaja kanë dhënë shumë sqarime prej tyre, do të më e mira është që është shujt Sheikhul Islam për arsye se çka ky person do thotë është plak në Islam. Është plak duke luftu për Islamin, është plak duke mbrojt e duke punu për Islamin. Përkundër bashkëanikave të tij, cilët do thotë janë plak në diçka në çështje të saj dunjas. Thonë që me këtë e ka arrit premtimin që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për atë person i cili plakët edhe fenë e tij na e ruan gjatë gjithë jetës së tij derisa të arrijë pleqnin. Çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Men shave shejbeten fil Islam fa hiya lahu nurun yawm al-qiyamah. Kujt i zbardhet vetëm një kime në Islam, atëherë ata e kime kanë dritë për të ditën e Kiametit. Nëse plagën nëse do të zbardhen më shumë kime, atëherë do thotë drita ka më qenë edhe më shumë. Prej sqarimeve dhe shpjegimeve të tjera pse është shujt Sheikhul Islam, është ajo që do thotë është e njohur të gjithë ne apo të mosat e gjerat muslimanëve, mosat e thjeshta, do thotë që ai ka dietar i Islamit, do ka qenë bazë për gjithë ata që janë muslimanë më kthyer edhe me mësu fen prej tina. Do ka qenë bazë ku muslimanë çdo frikë janë kthyr tek ai. Pas Allahut subhanahu wa taala, do çdo mendim i devijum, çdo bidat i devijum që kanë hyrë fen islame, thotë nëse kanë dashur me mbrojtje, me kuptu hakun, të vërtetën rreth këtij mendimi, janë kthyr te Sheikhul Islamit. Për shpjegime të tjera është që është shujt Sheikhul Islam për arsye të thotë se e ka ndjek rrugën e dietarëve, se fjala shejh në arabisht do thotë dietar, në kuptimin fetar. I kësaj fjale, do të ka ndjek rrugën e dietarëve të Islamit. Edhe çka ka shpëtu prej sherrit apo prej këqijave të rinis, apo pionirancës shumë prej trive. Do çka ka ndjek rrugën e dietarëve të Islamit, qysh kur ka qenë i ri. Pra ai ka qenë në sunet, në gjitha obligimet edhe në gjitha nafile, do të ka pasu sunetën vazhdimisht prej që kur ka qenë i ri derisa është plak. Edhe shumë prej dietarëve dhe kanë përdor për disa dietarë tjerë këtë emërtim Sheikhul Islam, prej tyre është Shafia, Imam Shafia, Imam Ahmed dhe dietarë tjerë që i kanë quajt do prej dietarëve Sheikhul Islam. Sa përket familjes tina, do thotë familja e Sheikhul Islamit ka qenë e njohur në vendin e tina në Harran. Edhe ka qenë e njohur për shkak të dijes që ka pas, edhe për shkak të fesë tyne. Kanë qenë njerëz shumë devotshëm, edhe shumë dietar. Prandaj nëse shikonte gjyshi i tina, i cili është quajtur Abul Barakat Mejduddin, ka qenë prej imamave më të mëdhej të mëdhëbit Hanbeli. Po ka qenë dietar. Nëse shikonte baba i tina, i cili është quajtur Shihabuddin Abul Muhasin Abdul Halim, gjithashtu ka qenë prej dietarëve të mëdhenj. Edhe ka marrë udhëheqjen e bashkisë islame, domethënë nëse mundu me shkushtot në vendit tina pas vdekjes babës tina. Edhe tek ai ka mësu vetë Sheikhul Islami, po çka ka mësu edhe vllai i tina, Abu Muhammedi. Prandaj edhe vllai i tina, që është quajtur Muhammad Sharafuddin, ka qenë prej dietarëve të mëdhenj. Edhe do të ka qenë prej dietarëve në mëdhëbet Hanbeli. Don këtë familja kanë qenë familje e dietarëve. Sa i përket dietarëve që ka mësuar tek ai Sheikhul Islami, thot nxënësi i tina Ibn Abdul Hadi, wa shuyukhu alladhina sami'a minhum akthar min 200 sheikh. Dietarët e tina, të cilët kë ka mësuar tek ai, kanë qenë më shumë se 200 dietarë. Sheikhul Islami, dijen e tina ka marrë për më shumë se 200 dietarëve. Për tyre më të njohur që kanë qenë, i morëm disa për tyre, ka qenë Shamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman ibn Qudama al-Maqdisi, i cili ka vdekur do thonë në vitin 683 Hijri. Tjetër ka qenë Aminuddin Abu Yaman
Abdus Samad ibn Asakir e Dimashqit, i cili ka vdek në vitin 686 Hijri. Për tyre gjithashtu ka qenë Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Qawi ibn Badran al-Mardawi, i cili ka vdek në vitin 703 Hijri. Kur sa i përket nxënësave të tina, thotë Sheikhul Islami ka qenë gjithmonë medrese, ka qenë shkollë, në cilën janë shkollu shumë prej dietarëve të mëdhenj. Edhe vazhdimisht njerëz shkollohen edhe marrin mësim në këtë shkollë, për librave të tina. E për nxënësave më të njohur të Sheikhul Islamit, thotë ka qenë, i cekëm disa prej tyre, ka qenë Shamsuddin ibn Abdul Hadi, i cili ka vdekur në vitin 744 Hijri. Prej tyre ka qenë gjithashtu Shamsuddin ibn al-Qayyim, rahimahullah, që është i njohur te ju. Prej tyre ka qenë Shamsuddin ibn al-Muflih, gjithashtu është prej dietarëve të mëdhenj, që ka vdekur në vitin 763. Kurse ibn al-Qayyim 748. Prej tyre ka qenë Imaduddin ibn Kathir, rahimahullah, ka qenë do thotë pinzanëve të Sheikhul Islamit, i cili është i njohur te kjo si shkruesi i tefsirit Ibn Kathirit. Kë ka vdekur në vitin 774 Hijri. Sa përket mëdhëbet Sheikhul Islamit, thotë se i vogël është rrit një familje që ka ndjek mëdhëbin Hanbali. Mirë po më vonë, si ka qenë puna tina, ai ka pasur vetëm mëdhëbin Hanbali, don të shohim se çka thotë dietari e Dhahabiu, i cili thotë walahu al-ana iddatu sinin la yufti bi madhhabin muayyan. Thot në këto momente se Zahabia do thotë ka qenë bashkane këtina, thot këto momente Sheikhul Islami qysh për shumë viteve nuk jep fatva në bazë të mëdhëbit caktuar. Pa për 4 mëdhëbe që janë në Islam. Qysh jep fatva, domthonjë qysh i komenton meselet e fikut, thot bel bi maqam dalil alayhi indahu. Mirë po çka thot, jep fatva me argumentet që ju kanë sqaruar këtina për Kuranit dhe Sunetit. Wala qad nasara sunna al-mahdha, ato ka ndihmu sunetin e pastër, ashtu siç ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo me mëdhëbe caktuar. Po për çdo mëdhëbe merret, aty ku janë kanë qelluar me argument, apo për çdo mëdhëbe refuzohen, aty ku nuk e kanë qelluar. Wa tariqa salafia, ato ka mbrojt rrugën salafie, në rrugën e selefit, parëve tonë të mirë. Çka po do me tregu këto Imam Dhahabia? Po do me tregu se nëse ti do me kanë rrugën e të parëve të gjeneratave të parë, shohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë mos u ka për një mëdhëbit caktuar. Por po çka ka po për argumente? Aty ku tregon argumente që do të me vepru kështu apo? Jo, u ka për mëdhëbeve caktuar. Wahtaja laha bi barahin wa muqaddimat wa umur lam yusbaq ilayha, fata ka argumentu për sunetin, për mbrojtjen e sunetit me fakte, me baza edhe me çështje, cilat askush prej dietarëve më përpara tina nuk i ka përmend. Ka qenë i pari që i kanë përmend disa baza në cilat do të më mbrojt suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wa atlaqa ibaratin ahjama anha al-awwalun wal-akharun wa habu. Tato ka thonë shprehje dhe ka thonë fjalë, ka fol fjalë për cila thot shumë prej të parëve, dietarëve të parë, dietarëve të vëndshëm janë friksuar mi thon ato fjalë. Wajasarahu alaiha kurse ky thot i ka kalu, ai ka përmend ato fjalë pa kurfar, ato shprehje pa kurfar probleme. Kurse dhe për këtë akidës tina do të këto nuk ka kurfar dyshimi që akidja tina është akidja e sunetit edhe xhamatit, edhe kjo mundet më kuptu prej më njoft prej librave tina. E prej aty në libra është libri për cilën inshallah do të flasim ato ta komentojmë më gjerë, e që është akida wasitiyya. Sa i përket libra tina, so libra i ka shkruar, domthon sot çfarë Imam Dhahabi rreth libra tina, Jama'atu Musannafat Sheikh al-Islam Taqi ad-Din Abi al-Abbas Ahmad ibn Taymiyyah radiyallahu anhu, fawajadtuhu 1000 musannaf. Fati kam bledh librat e Ibn Taymiyas, këto thot radiyallahu anhu do Dhahabiu, ata kanë gjetë se ka më shumë se 1000 libra që i ka shkruar për Islam. Thumma ra'aytu lahu aidan musannafat ukhra. Pastaj thot kanë po që ka shkruar më shumë se ato që kanë mbledhur, se ato që kanë përmbledhur. Don ka pas më shumë se 1000 libra.
Gjithashtu Shejkhul Islami do të ka fol gjuhën, pe gjuhë të huaja që i ka fol, ka qenë gjuha ibrije, do gjuha jahudishtja, edhe ka qenë gjuha latine, do latinishtja. I ka njohur dyat. Sa përket cilësive tina fizike apo cilësive morale, do të cilësive sjelljes tina, do të thuhet apo tregohet që ka qenë njëri shumë bujar, do ka qenë i gjymërt. Apo që këtë ka pas të lindën. Allah subhanahu wa taala ja ka kriju këtë cilësi, jo që e ka mundu vetë me përfitu. Gjithashtu ka qenë shumë trim. Ka qenë njëri shumë trim, që shkëna me kuptu pak ma vonë, kur kena me folë rrëdhë gjahadit tina. Ka qenë person që ka qenë shumë zahid në dunja, do ka qenë asket, edhe çdo çështje që e ka lidhur në dunja e ka refuzu, nuk e ka pranu. Do nëse zemrën tina një çështje ja ka lidhur zemrën me dunja dhe ka largu për ahiretit, nuk e ka pranu, do ka qenë zahid. Bile prej zuhdit tina të madh, prej asketizmit tina të madh është që i kalon shumë prej gjërave që janë halal. Unë Allah nuk i ka bëu haram. As nuk ka thonë që janë haram, as nuk ka treguar që janë halal. Pra që thon arabisht mubah. Po që janë të lejuar. Me po kë kur ka dyshuar se mund të kanë haram, e ka lënë, nuk e ka praktikuar. Domthon kjo tregon se çfarë zuhdi të madh ka pas. Gjithashtu do të ka qenë person i cili ka pas memorin shumë të fortë. Ka mojt men shumë shpejt. Edhe ka qenë mendje breht. Kjo të rekon më smire, saj, kur i ka pas 20 vjet, ka fillu dhe ka vonë mësim. Ka fillu dhe qaj ka mësu njerëzve, fen e Allah subhanahu wa taala. 20 vjet kur i ka pas. Edhe 20 vjet kur i ka pas, ka qenë për djetarëve batë maj të asoj kohë. Kjo të rekon e qëfar me libretësia dhe qëfar kuptimi të madhë ka pas këtë njëri, këtë person. Kurse sa i përket do thotë cilësive tina fizike, do të ka qenë person që ka qenë i bardhë, do të person që ka pas furrën e bardhë, kurse ngjyrën e flokëve dhe të mjekrës e ka pas nxehtë shumë, ka pas shumë pak kime zbarta, flokët i ka mbajtur gjata, domthonë duke pasur sunetin e pejgamberit son deri në fund të veshëve, deri te fundi i veshëve. Arsyet e tina që e përshkruan ka qenë 2 gjuhë që cilat kanë folur vazhdimisht. Domethënë, ai me sytë e tina ka dosh me tregu, shpesh ka tregu se çka po don edhe çka ka për qëllim. Po ka qenë mesatar, nuk ka qenë as shumë i gjatë as shumë i shkurt, ka qenë shumë i gjerë mes 2 supeve tina, domethënë ka qenë shumë i zhvillum. Zona e tij ka qenë shumë i lartë, edhe ka qenë shumë eloquent. Domethënë kur ka fol, ka qenë shumë i qartë, eloquent. Ka lexuar shumë shpejt. Kjo tregon se ka qenë me një brand, domethënë shumë shpejt ka lexuar dhe ka kuptuar atë që ka lexuar. Edhe thuhet që ka qenë shumë i mbratë. Nëse ke shikuar ka qenë i mbratë fytyrën tina, mirë po çka? Këtë thotë ka ul këndplotësin fytyrën e tina. Nëse mundet me kuptuar dikush që ta shpërsin fytyrën e tina, ka ul çka me urtësi. Duke u sjell but me njerëz. Kurse sa i përket xhihadit tina, do të Sheikhul Islami ibn Taymija rahimahullah ka bëu xhihad me gjuhën e tina, duke folur për dinin e Allahut. Ka bëu xhihad me lapsin e tina. Gjithashtu ka bëu xhihad me dorën tina. Tonë ka bëu xhihad me shpatë. Ai ka luftuar tatart. Tonë atë kohë ka qenë fitnja, kanë qenë trazinat e tatarëve, që kanë filluar i pushtu vendet e muslimanëve jo kanë ja. Edhe vazhdimisht i kanë nxit muslimanët që mu ngritë dhe mu luftu kundër tatarëve, mi largu prej vendeve muslimane. Kjo tregon më së miri kur ka qenë i pari në safat e ushtrisë, ka qenë safat e parë në luftën e cila është shujt Shakhat, e cila ka ndodhur vitin 702 kundër tatarëve. Për trimërisë tina, që cekëm më herët që ka qenë shumë i madh, shumë trim i madh, thuhet që ka hyrë tek mbreti i tatarëve, i cili është shujt Kazan, ka pasur në Kazan, edhe thotë i ka fol fjalë shumë të rana, sa që ata që kanë qenë prezant ka filluar mu friksu për tina. Ai ky ka qenë i vetëm. Ai ka qenë i rrethuar me krejt rojet, dhe po shkak që ai stremi i madh ka qenë sa ka filluar me fol shumë fjalë tashpra që mu largu për vendin musliman, sa kanë filluar gjithë ata që kanë qenë prezant mu friksu për tina. Gjithashtu e ka kërcënu, edhe ka tërheq vërejtjen sundusit ose mbretit të Egjiptit në atë kohë, që ka qenë musliman, edhe çka ka dashur me autorizuar Egjiptin tatarëve. Po kishka me fjalët e tina, me kërcënimin e tina,
e ka ndalu, edhe ajo është friksu për vina, s'ka guzu, me adorzu, do thot Egjiptin, dhe tatarve. Sa i përket lavdatave që ja kanë bërë dietarët, do të gjejmë se Shehul Islamin e kanë lavdu shumë për dietarëve të asaj kohe. Pavarësisht ka kanë qenë armiq tina, apo kanë qenë bashkëanik tina. Do nëse shkon të armiqt e tina, ata që e kanë nuk ka qenë dashamir ndaj tina, e shohim që e kanë lavdu, s'ka mujt me mshef, do thot, dijen e madhe të këtij dietarit. Gjithashtu ata që kanë qenë moshatar tina. Zakonisht mes moshatarëve mund të pas hased, mund të pas xhelozi, por shkata prap e kanë lavdu. Kurse sa i përket ata që kanë qenë dashamir tina ose që kanë qenë nxënësa tina, atëherë do thot lavdatat e tyre janë shumëta. E ne do thot tregon domthon një prej dietarëve, Ibn Nasruddin ad-Dimashqi, i cili ka shkruar një libër që quhet Ar-Raddul Wafir, në cilin ai kundërpërgjigjet edhe i bën replik një prej njerëzve të asaj kohe, i cili është Muhammed ibn Muhammed al-Ajmi, ose është i njohur si Ala al-Bukhari, u Bukhari, që ka shkruar ai një tjetër, që ka vdekur në vitin 841 hijri. Ai ky ka thonë se kush thot për Ibn Taymiyyah që është Sheikhul Islam, thotë është kafir, është mosbesimtar. Ky Ibn Nasruddin ad-Dimashqi ka shkruar një libër Ar-Raddul Wafir, në cilën i kundërpërgjigjet këtina, tregon se më shumë se 80 dietar bashkëanika tina e kanë lavdru Ibn Taymiyyah, kanë treguar që është person domthonjë që i cili është dietar i cili është tamam në akiden e Sunnit. Ne do të përmendim vetëm një prej armiqve tina, cilët e kanë armiqsu Shehul Islamin, se ka lavdruar dy prej dashamirëve tina. Prej tyre për atyre cilët nuk e kanë pas shumë qef Shehul Islamin, ka qenë djetari Kemaluddin ibn Zamelkani, që lu kanë Shafi'i madhhab, ka qenë për armiqve tina, cili ka vdekur në vitin 737 hijri, i cili thot për to e lavdron, yarhamukallah, كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. Sot ka qenë Shehul Islami nëse e ka pyet dikush për ndonjë dije, për dijeve të fesë, për ndonjë lloj për dijeve, për llojeve të dijes të fesë, domethënë për shkencave të fesë, thot ka fol aq shumë rreth asaj shkence të fesë islame, saqë kanë menduar njerëz se ky veç këtë shkencë din, ai që kanë dëgjuar që ka po kanë menduar që veç këtë shkencë din, e ka studiuar mirë, tonë ka specializuar, kurse tjerat nuk e din hiç. A vërtet është për çdo shkencë është pyet e është përgjigj me të njëjtën mbyrë. Wa hakama ana ahadan la ya'rifu mithluhu. Fatë edhe çka, kur e kanë dëgjuar që po fol rreth kësaj shkence, me këtë dije ka shmodë, thotë më njëherë ka gjikuar që askush nuk din më mirë se ky person rreth kësaj shkence të fesë islame. Wa kana al-fuqaha من سائر الطائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك. فتى فقهاء e grupeve ndryshme, do për mëdhëbeve ndryshme, kur janë ul të kaj për me marrë dije, kanë përfituar prej tina për mëdhëbën e tina, çështje që si kanë ditë hiç. Domethënë për mëdhëbën e tyre ju ka folë dhe ka tregu sana dhe mesele që ta as nuk i kanë dëgjuar më parë. ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه. Fatë nuk dihet që nëse ka polemizu dikon ose ka debatuar me dikon, që është ndal debatimin e tina, domethënë vazhdimisht i ka pru argumente derisa ai person është bind. ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنتسبين إليه. Për çdo shkencë që ka fol, pavarësisht a kanë qenë shkencë shariate, shkencë fetare apo shkencë e dunjas. Për çdo shkencë që ka fol, ja ka kalu gjithë atyre që çka janë njohur si dietarë të asaj shkence. Atyre që domethënë domethënë si dietarë se të parë të asaj shkence. Çka nëse ka fol ky për atë shkencë, pavarësisht a ka qenë shkencë e fesë apo shkencë e dunjas, ja ka kaluar atyre. لم يرى من 500 سنة أحفظ منه. Që 500 vjet nuk kanë pa njerëz person që ka qenë
që ka pas memorien më të fortë se sa ky njeri. 500 vjet do thotë ka qenë personi më që ka pas hifzën edhe memorien më të madhe. Kurse thotë Subuki, domthon ai dietari i njohur, Muhammed ibn Abdul Barr, i cili ka vdekur vitin 777 rahimahullah, atë që ka qenë për dashamirëve do të jenë në Islamit, thotë ma yubghidhu Ibn Taymiyah illa jahilun aw sahibu hawa. Thotë nuk e urren Ibn Taymiyah veç ai i cili është ignorant, që është jahil, apo thotë ai i cili është bedalxhi, ai i cili e pason egon e tij. Alayhi salam. فالجاهل لا يدري ما يقول. Ignoranti nuk din çka fol. Nuk din çka thot, çka shet prej gojës tina. Domthon nuk i kushtohet shumë rëndësia tina. O sahibul hawa, ku sa është bedalxhi, që ka dije, yasudduhu hawahu an al-haq ba'da ma'rifatihi bihi. Epshi i tina, nefsi i tina, ego e tina pengon atë prej hakut, prej vërtetës. Me fol me hak për Ibn Taymiyah, edhe ndalon pasi që e ka njoft, thot mirë se kush ka qenë Sheikhul Islami. Kurse thot Ibn Hajar al-Asqalani, i cili ka shkruar Fathul Bari, domthon që është komenti Sahih Bukhari, ka vdekur vitin 858 Hijri, thot për Ibn Taymiyah rahimahullah: ومن أعجب الأعجاب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياما على أهل البدعة من الروافض والحلولية والاتحادية. فالجرى ما interesante këtij njeriu, thot këtij personi është që ka qenë njeriu i cili më shumëti ka folë dhe ka shku kundër bidatxive. Pavarësisht se ata kanë qenë rrafid